الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë, përshëndetjet, salavat, dua gjithherë I dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarët e nderuar, vazhdojna nga tema e kaluar duke folë për disa shembuj apo fusha që ka të bëjë me ruajtjen e amanetit. Prej shembujve apo fushave që ka të bëjë se si na duhet të jemi besnik në ruajtjen e amanetit, është amaneti edhe në çështjen e konsultimit apo amaneti në këshill. Thot Muhamedi alayhis salam, al-mustasharu mu'taman. Thot këshilltari është njeri që I besohet. Pra mbani mend, al-mustasharu mu'taman. Këshilltari është njeri që I besohet dhe duhet të jetë besnik, sikurse edhe për muezinin ka thonë Muhamedi alayhis salam, thot muezini është ai të cili duhet t'i besohet, duhet të jetë besnik në thirrjen e ezanit, me qenë I sakt, mos mi mashtrue njerëzit. Kështu edhe këshilltari që I këshillon njerëzit apo e ka emërtimin këshilltar, duhet të jetë njeri besnik. Pastaj thot në hadithin tjetër Muhamedi alayhis salam, thot ai I cili e këshillon shokun e tij, I jep këshilla shokut të tij me diçka duke e ditë që ai vëllavi I tij, shoku I tij është I paaft për atë çështje, vetëm thot se e ka tradhtue, e ka mashtrue. Pra shikoni çfarë rëndësie ka këshilla, apo çfarë rëndësie ka konsultimi, apo kanë këshilltarët. Thot nëse këshilltari shokun e vet, vllaun e vet që e ka, I jep shenjë diçka, e këshillon me diçka që të veproje, duke e ditë se ai shoku I vet është I paaft për atë çështje, vetëm thot se e ka tradhtue, e ka mashtruar. Që shumë duhet të jemi të kujdesshëm në këtë çështje, pra shikoni sa bukur na këshillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se shpesh njerëzit kanë nevojë për këshilla, kanë nevojë për këshilltar, sidomos shok që janë mes veti, vëllezëri që janë mes veti, pra kur ta kërkoje këshillën, kur të kërkoje për tyje diçka, nëse din se është I paaft për ata, thua jo se kjo nuk ban për ti, e jo duke ditë që ai këtë sun e ban, është I paaft dhe ti thua po, bëje, vazhdoje, pastaj ai dështon, edhe kjo don të thotë si rezultat I kësaj, kërejt ka qenë se këshilltari ka qenë tradhtar, e ka mashtruhe, Allah na përmirësoft. Prej shembujve të ruajtjes së amanetit është edhe amaneti I fshehtësive sekreteve në familje, duke filluar prej vetvetes, gruas, familjes në përgjithësi dhe kështu shoqërisë në përgjithësi. Shembull, Muhamedi alayhis salam është kanë një ditë duke nejt me shokët e vet. Thot ndoshta dikush prej jush duke bë muhabet
thot tregon edhe atë çështjen intime, sekretin se çfarë ban me gruan e vet. Thot nëse këtë e bani ju, thot nuk lejohet, mos veproni kështu, duke i tregue sekretet që i keni në familje, posa qëresh duke fillue prej gruas që e ki më të afërt. Thot kështu, la të falu, mos bëni kështu, mos i tregoni sekrete që ju i bani me gratë juve, thot se nëse kështu i tregoni, thot është sikur se shembulli i një shejtani edhe shejtane që kanë dalë në rrugë para njerëzve, bëjnë punë të keqe edhe njerëzit i shikojnë. Pastaj thot, nuk ka tradhti më të madhe, nuk ka tradhti më të keqe kur burri i tregon sekretet e gruas së tij edhe gruaja i tregon sekretet e burrit të saj. Kjo është tradhtia më e madhe që ndodh në familje, që duhet të jemi të kujdesshëm, sekretet që janë në familje ti mbajna, po edhe në përgjithësi, se kështu është prej emanetit që mi rujt sekretet e jo mi shfaq, mi zbulue, Allah na përmirësoft të gjithëve. Prej ruajtjes së amanetit apo shembujve që na ka mësua Allah Azza wa Jall në fenë e tij, edhe që na ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është amaneti në aftësinë e punës, duke e kry punën të përkryer. Pa marrë parasysh puna është e vogël, a është e madhe, përderisa Allah Azza wa Jall e ka bërë të lejuar, është halal. Çdo sen që e ki marrë përsipër, duhesh me kry me përpikëri. Duhesh ta bëjsh atë punë komplet pa të meta. Kështu ka thonë Muhamedi alayhis salam, punën më të mirë që e dën Allah Azza wa Jall është ajo puna, ajo vepra që është bërë në formën e kompletume, është bërë në formën e kryer, duke mos lënë mangësi edhe të meta në ta. Thot Muhamedi alayhis salam, li kulli ghadirin liwa, thot në ditën e kiametit çdo mashtrues, çdo tradhtar që ka tradhtuar punën e tij, thot ka me pas një flamur mbi shpinën e tij, dhe atë se ka bot tradhtin edhe mashtrimin, flamurin ka me pas të gjatë, që njerëzit kanë me njohë dhe kanë me pa në ditën e kiametit, që ki është i cili ka tradhtue, dhe thot nuk ka tradhti dhe mashtrim më të madh se sa i cili e ka tradhtue çështjen e përgjithshme që udhëheq njerëzimin, apo i udhëheq njerëzit. Kjo tradhtia më e madhe, nëse kështu ka veprue, duke i mashtruhe, në ditë kiametit, atë sa e ka bëhe tradhtin, ka me pas një flamur mbi shpinën e tij dhe ka më njoft para gjitha krijesave se kjo është tradhtar i cili ka tradhtue amanetin e punës. Nuk e ka kryer ashtu si duhet, qysh e ka marrë përsipër, qysh e ka marrë përgjegjësinë. Allahu na përmirësoft të gjithëve, për ata edhe prej ditës kiametit që Allah Azza wa Jalla ka përmend, nga emrat e saj është edhe Yawmut Taghabun, dita e mashtrimit. Çka don të thot dita e mashtrimit? Që njerëzit ditën e kiametit kanë me dalë para Allahut Azza wa Jall dhe Allahu ka me javë zbulue mashtrimet që i kanë banë me zveti. Mashtrimet që në këtë dunjë i kanë fsheh dhe ka menuar se si ka pas kush, nuk i din askush. Allah Azza wa Jall ka me javë zbulue në ditën e kiametit. Allah na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu prej shembujve që duhet të ruajnë amanetin, ruajtja e amanetit në pasuri. Tregohet në kohën e mëhershme, dikush e shet një tokë, dhe pasi që pronari i tokës e blen tokën, duke punue e gjan një thesar me ari, qyp me lira. Edhe pasi që e gjan këtë thesarin me ari, me lira, ja dërgon, ja qën pronarit të tokës që e kishte blej prej ti, duke i thonë,
une e kam ble tokën, nuk e kam ble arin. Pra shikoni çfarë don të thot amaneti i pasurisë, friga ndaj Allahut, edhe pse e kishte ble tokën, dhe tash ishte toka e tij, dhe qipin me lira e gjet pasi që e ka ble tokën, megjithatë e ktheu prap duke i thonë pronarit të parë, une e kam ble vetëm tokën, nuk e kam ble arin. Atëherë çka i tha pronari i parë? Tha, une ta kumshit tokën dhe me ata që është në tokë. Pastaj çka? Shkun të një kadi mu gjikue me zveti. Se as njani nuk po i merë lirat duke pas friga Allahu dhul gjelal. Atëherë kadia çka tha? A keni njani për juve djalë? Tha po. Ti a ki vajs? Po. Tha, martonin me zveti edhe këtë thesarin që e keni gjetë, ja jepni vajzës edhe djalit, edhe një pjesë jepne sadaka, jepne lëmosh. Kjo don të thot si shembull se çfarë don të thot amaneti, ruajtja e pasurisë. Allah na bëj për atinve që gjithherë ruajna amanetin, e kena frikë Allahun dhul xhelal, edhe nëse ruajna amanetin në të gjitha që Allah Zogjel në ka obligue, pa dyshim që jeta jonë ka me qenë mirë, ka me qenë lumëtor, edhe kena me dalë faqe bardhë para Allah dhul gjelal. E kulli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.